Harmonia e peizazhit natyror të Rriollit në Velipoj u thye nga zhurmat e makinerive të rënda që mësyn zonën javën e parë të muajit shkurt. Kamion, ekskavator dhe 10 punonjës nisën të hapnin trasen e një rrugë të re që i bashkoi rrugës kryesore me synim kantierin e resortit turistik Blue Borgo. Rriolli nuk është një fshat tipik turistik bregdetar, nuk ka bulevard me palma, resorte dhe ndërtesa elitare. Në fakt, në shumicën e horizontit të tij është i paprekur. Ai shtrihet mes lagunës së Vilunit në veri dhe ranës së Hedhun në jug. Një brez toke me shkurre dhe pisha të ulta, duna rëre dhe parcela toke e banesash të shpërndara që për dekada mbjetuan mes bujqësisë sezonale dhe migracionit. Ajo ishte pjesë e një brezi ekologjik që lidhte deltën e Bunës me sistemin e dunave të Shëngjinit, një korridor natyror që mbante në këmbë ekosistemin bregdetar të veriut, por ky korridor duket se do të thyet shumë shpejt. Resorti Blue Borgo, një investim prej rreth 280 milion eurosh nga kompania Gener 2, premton të ngrejë mbi 30 vila dhe 3 hotele deri në 10 kate, me shtrirje deri në 146 hektar. Projekti i konceptuar nga Stefano Boeri mori dritën jeshile nga qeveria në vitin 2024, por buzë rrugës në Rrioll, tabela informuese u vu vetëm në shkurt të këtij viti. Tabela nuk shoqërohej me një dokument zyrtar lejeje nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, pavarësisht se leja në fakt u zbardh nga Agjencia Kombëtare e Zhvillimit të Territorit vetëm në janar. Këta natën e kanë vënë tabelën, sepse e kanë ditë që vinë gazetarët dhe sot e kanë vënë tabelën, edhe atë tabelë që kanë vënë e kanë me datat 2025, jo 2026 që kanë marrë. Një seri vendimarrje shtëpaqarta kanë lënë vend për përplasje dhe kontestime me banorët e zonës. Gener 2 provoi të hapte kantierin edhe në fillim të vitit 2025, por u tërhoq pas protestave. Nga tabela e vendosur këtë vit, kuptohet se aso kohë Gener 2 nuk kishte licencë zbatimi projektesh, teksa AZT-ja nuk e kishte zbardhur ende lejen, duke shtuar më shumë kështu kontradiktat për këtë çështje. Por konflikti në Rrioll nuk është thjesht për një resort, është një konflikt mbi politikat e zhvillimit, statusin e territorit dhe pronësinë. Zona ku po ndërtohet ishte pjesë e një brezi të mbrojtur bregdetar, përfshihen në nënzonën 1B të peizazhit të mbrojtur Lumi i Bunës Velipoj. Në këtë nënzonë zbatohej shkalla e dytë e mbrojtjes mjedisore, e cila synonte ruajtjen e biodiversitetit, duke lejuar aktivitete tradicionale, ekonomike dhe turistike. Për sa kohë, ato nuk cënonin objektivat e mbrojtjes, por me ndryshimet e ligjit për zonat e mbrojtura në vitin 2024, u përfshi edhe koncepti i turizmit të ekselencës, i cili parashikon struktura akomoduese me standarde të larta arkitektonike dhe mjedisore. Kështu sipas nenit 33 të ligjit të rishikuar, tashmë lejohet zhvillimi i strukturave turistike me 5 hyje dhe infrastrukturës mbështetëse edhe brenda zonave të mbrojtura. Por kjo seri ndryshimesh tregon qartë se teksa qeveria punonte për të tjetërsuar këtë kuadër rregullator, paralelisht sipërmarrësit e tregut imobiliar, por hartonin planet për ndërtim, të sigurt se do të kishin rrugë të lirë për ta zbatuar projektin. Kjo ndodhi në të njëjtën kohë kur u zhvillua një faktor tjetër, rruga e re Shëngjin-Velipoj, e cila tashmë nuk është thjesht infrastrukturë, por një sinjal për transformimin. Në fakt, aktualisht në zonë po punohet edhe për 2 resorte të tjera. Në terma urbanistik, kjo është hapja e një fronti të ri ndërtimi, një rivierë e dytë, Riviera e Veriut, por vlen të thuhet se në letra, zyrtarisht, investimi vetëm strategjik në zonë është duke gjini resort. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ka konfirmuar 2 herë për Citizens.al se Blue Borgo nuk ka një status investimi strategjik. Paralelisht, banorët e Rriollit nuk protestojnë vetëm për mjedisin, ata protestojnë edhe për pronën. Ata thonë se toka është kaluar tek investitori përmes dokumenteve të falsifikuara dhe se për këtë ka procese gjyqësore që vijojnë. Në vitin 2025, ata ju drejtuan prokurorisë së posaçme ku kërkuan hetim për mënyrën se si toka i përfundoi projektit të Gener 2, por pas kësaj, vetëm heshtje. Një vit më vonë, ata detyrohen sërish të përplasen me kompaninë për të ndaluar fizikisht punimet. Jam drejtues fakut në mars të vitit 2025, me një kallëzim, ku kam shpjeguar të gjitha detajet dhe të gjitha provat. Dhe në këtë kallëzim, deri tani as jam pyet, as nuk digja se si është zhvilluar. Ne menum se çdo gjë shkojnë në rregull sepse punimet u ndalun dhe tani në këtë moment këta e gjetën rastin, shfrytzuan rastin për të pruar makinerit, nëse e shef se kanë bërë një rrugë shumë bukur këto, që është shan rruga Kret dhe ka ra poshtë dhe këta pretenduan erdhën këtu me pruar mjetet për rregullimin e rrugës dhe shfrytzuan rastin tani hyn poshtë. Konflikti ka kaluar dukshëm nga një çështje administrative dhe ligjore në një konflikt social.
Shteti po garanton investimin e qindra milionëve, teksa banorët kërkojnë vetëm njohjen e pronës. Ne nuk mund durojmë më kështu. Nuk mund i thëmë djalit hajde për ajo. Se bje djalin mu vra. Të dritem unë, s'ka rrugë tjetër. Rasti Blu Borgo ekspozon kështu një problem tipik të zhvillimit bregdetar në Shqipëri. Procedurat administrative nuk ecin paralel me realitetin në terren. Kantieri hapet para zbardhjes së lejeve, konsultimi publik formalizohet vetëm më pas dhe lejet publikohen kur ndërtimi ka nisur. Sipas dokumenteve mjedisore, konsultimi publik për Blu Borgo ishte zhvilluar në shtator 2024. Megjithatë, banorët thonë se nuk kanë qenë realisht pjesë e procesit dhe e kanë mësuar projektin vetëm kur mbërritën ekskavatorët. As edhe një fshatari joni nuk është pyet dëgjes publike. Dëgjesa publike është falso. E kemi qenë në prokurori, e kemi dispozitu në prokurori, është në prokurori dhe nuk po marrim përgjigje. Kërkesa ime e veçantë është kemi dy par dokumenta. Një dokument që sot zotëria thot që kam pronën me letra dhe një dokument pronësie që kam të mia të vitit 35. A ka mundësi, i kërkoj Spakut, ti ballafaqojmë këto letra, ti përplasim njëna me tjetrën. Nëse letrat e mia të pronësisë nuk janë të rregullta, atëherë unë do ja lëshoj këtij zotënis, do lëshoj edhe shtëpinë. Ka që kërkoj prokurisë. Rriolli është kështu një rast model për një proces më të madh. Shqipëria nuk po zhvillon vetëm turizmin, po ndryshon strukturën e pronës dhe përdorimit të bregdetit. Nëse projekti Blu Borgo vazhdon, Rriolli do të ndryshojë përgjithmonë nga një zonë ekologjike gjysmë bujqësore në zonë resortesh. Nëse ndalet, do të krijojë precedent për të gjitha investimet strategjike në bregdet. Dhe kjo është arsyeja sepse betejë për një fshat të vogël në Velipoj është në të vërtetë një debat mbi të ardhmen e gjithë vijës bregdetare shqiptare.